Ja të kemi rikthyer, vazhdojmë të jemi natyrisht me Iva Tiçon, apo si du ta them, Iva Tiço, apo e harrova mbiemrin e Soren? Po gjithsesi. Jo, nuk e kam akoma. Jo, e vazhdon Iva Tiço. Iva Tiço, vazhdon të jetë Iva Tiço, nuk e ke ndryshuar mbiemrin, domethënë. Jo. Okej. Gjithsesi, ti e di ky është rrëfim për jetën, po unë doja t'i thoja disa gjëra. Ti deri në 18 vjeçë jetove në Fier, pastaj erdhe në vitin e trazuar dhe të mbrapsht 97-ën. 97-ën kam qenë në vit të tretë në fakultet, por kam bërë fakultetin në këto vitet më të tmerrshme, 94. Je diplomuar në letërsi, më pas nise punën e parë te Gazeta Shqiptare, në faqet e kulturës, vijove në revista të ndryshme, edhe duke u përqendruar shumë tek ai që quhet lifestyle, pra stili i jetës. Edhe provove pak edhe televizionin në kompeticione të ndryshme, shumë pak, por që nuk e ke dashur kur të vënë. Jo, televizionin. Nuk e kam dashur asnjëherë me gjithë zemër. Megjithatë televizioni të do, unë çuditem nga kjo shprehja jote. Me vërtet më do? Se unë jam akoma po i mbush. Ti e ke kuptuar që nuk po llastohem. Ti e ke kuptuar, besoj që je ndër ata të ftuar që le të themi drejtuesit e emisioneve kanë shumë qejf të ftojnë. Sepse i kam edhe shoqë shumë mirë. Jo, nuk është kam edhe marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie shumë të mira dhe ndihem mirë dhe. Bashkë kemi qenë kur shoqe. Jemi kolege që respektohemi gjithmonë. Por unë kam pasur gjithmonë mendimin që është një nga ata të ftuar Iva që ditë flasi, ditë komunikoj, kamera e do. Po si e ftuar, kurse unë nuk e kam provuar asnjëherë të jem si ty. Pra ti je një drejtuese, një moderatore televizive. Shiko, edhe kur e kam bërë televizion, aq pak sa kam bërë, nuk më sjell lumturi. Dhe unë jam shumë e lidhur dhe gjithmonë dua të bëj gjëra që më bëjnë të lumtur. Është tjetër dhe gjithmonë për fat kam bashkuar atë që quhet profesioni i bukës me profesionin e zemrës. Nuk kam bërë kur vetëm profesionin e bukës. Unë kur kam filluar punë, kanë qenë vetëm gazetat, revistat, ishte fat shumë i madh që më pranuan të mësoja dorën në Gazetën Shqiptare, në atë kohë ka qenë gazeta më elitare. Po, e vërtet. Në treg dhe e kam ndjerë gjithmonë veten mirë, mësova të shkruaja avash avash, kulmi ishte për mua i karrierës kur më pranuan në revistë, shkrimi i revistës është komplet tjetër gjë. Nuk ka ndodhur një herë të vetme që unë të kem dal nga një ambient televiziv dhe unë të kem qenë aq e lumtur sa jam kur shoh emrin tim të botuar, të shkruar, qoftë edhe me inicialet i të diku. Nuk më jep kur lumturi të shoh veten time në ekran, apo madje nuk e shoh, shumicën e rasteve e anashkaloj, nuk e shoh, po thuaj se fare. Dhe për ata që i duan jo vetëm librat, por edhe shkrimet, besoj e mbajnë mend edhe blogun tënd, blogu Një vajze single, që ka qenë ishin përjetimet e tua, rrëfimet e tua. Atë nisëm kur bëm një revistë të re, e nisëm si një kolon të lezetshme, gjithë revistat e huaja, dhe bëja herë unë, herë Klaudeta Mikesha dhe kolegja ime, dhe derisa pastaj ma mbushi mendjen Zefina, një tjetër Mikeshe, kaluam në gazet, por nuk e gjeta po kaq mirë kur blogun e transferuam online, dhe tentova që të provoja gazetarin online. Aty pastaj pash pjesën më të shëmtuar të online-in, që një rubrik që lexon në krye, është emri im, foto ime, dhe lexon me të madhe, kjo rubrik është një trillim. Dhe njerëzit pasaj kolegët tanë e marrin, edhe nxjerrin editorial në një gazetë ose opinion. Do të thënë tani kemi vajtur që çdo gjë e kthejmë në showbiz dhe një rubrik që është trillim, unë gjeja veten në titull portalesh Iva Tiço 2 pika. Për një gjë që nuk e kam thënë, me një titull që s'ka lidhje, dhe aty pasaj pata një lloj ta quaj me fjalën e vet, neverie dhe u tërhoqa. Po ti je nga ato personazhe që publik flas, që të ka përndikur statusi të qenit single. Shiko, dhe më ka përndikur. Je ndjerë paragjykuar, thjesht shiko, në Shqipëri paragjykohesh për çdo gjë. Po, në Shqipëri nuk kënaqen me asnjë gjë. Vajzat, gratë kanë një presion të vazhdueshëm, aty ku ne shohim arritje, njerëzit numërojnë mungesat. Ti e kjo duhet të nxitosh, të bësh dhe këtë, të bësh dhe këtë, të bësh atë. Është e pamëshirshme në momenti që ti e duke shkruar, për shembull nëse unë para 7-8 vjetësh do shkruaja në faqen tënde një koment shumë normal, poshtë një foto e tënde, gjithmonë do dilte dikush që do thoshte, po ti shko gjej një burr, pastaj na jep mend. Do të thënë, shoqëria jon gjithmonë i ka të lidhura, pastaj më vonë e kuptova që njerëzit shajnë ose janë të prirur të gjejnë atë të keqen, atë që ata mendojnë që është më kryesorja. E megjithatë një ditë bukur, gazetarja e blogut të Një vajze single nuk ishte më single, sepse takoi një gjerman,
Unë thash I kisha dhënë shenjat që si isha më single, por nuk u kuptua. Kur i përmblodha në libër, isha me fustanuse. Ai fustani i bar dhe kopertinës ishte një fustanuse, ja. Po ishe njohur me Soren atë kohë? Ishte pak që isha njohur, nuk po them që po bëja ëndra. Jeni njohur në ditën e tij të fundit në Tiranë. Të qëndrimit në Tiranë. Dhe ti sa kishe lyer dhe shtëpinë dhe kishe bërë puna të ditë dhe ishe lodhur. Edhe ishte një ditë që as e kam kuptuar që ishte dita kaq e rëndësishme. Që do takoje njeriu në jetës. Që do takoja njeriu në jetës. Ishte një komplet rastësi dhe të pëlqeu që në fillim? Po, më pëlqeu fizikisht, por nuk e mendova fare, thash ua sa burri mirë edhe iku aty. Po kështu flutura në stomak? Asnjë gjë dhe ishte një gjë që e harrova, shkëmbyem numrat për diçka komplet tjetër. Ose ke thënë që shkruheshit nga mëngjesi deri në orë? Në atë moment shkëmbyem numrat për diçka tjetër, që ishte pa lidhje fare, dhe pastaj ai më ka shkruar pas 2-3 ditësh, ishte dita e fundit e tij në Tiranë, domethënë me që kuptova, po rrinte dikuar për shtëpisë time, nuk na kishte rrën rruga, nuk ishim parë kurrë. Dhe këtu mendoj që janë ca planet universit që kur gjërat mendoj që janë të shkruara, që do bëhen, ai fati yt, kur është kismeti yt, të gjen edhe brenda në shtëpi, po ti jesh. Beson të shpirtrat binjak? Jo të shpirtrat binjak, po besoj te kismeti, që çfarë është kismeti yt të gjen. Është pra çfarëdo që të ndodhi, do ta gjej rrugën për tek ti. Ai rrugtimi i jetës të bën gati për këtë pjesë të planit. Pastaj më ka shkruar sepse ndodhi një tërmet në shtator. Edhe fola gjatë, edhe vazhduam folëm pastaj deri në tërmetin tjetër. Deri në kur ai vendosi të marrë avionin dhe të vi, sepse unë i thash kam shumë frikë që jam vetëm. Ishte për herë të parë, unë kisha frikë, ishte të tundeshin themelet, domethënë më keq se atëherë nuk ka pasur. Mbaj më 2 netët e para ka ardhur vllai, kam ndonjur me vllai në shtëpi dhe pastaj fundjavën tjetër erdhi. Dhe ti ke thënë që aty gjithçka u bë qartë. U bë qartë sepse u ndjem me të vërtet shumë mirë bashkë, domethënë kemi çdo gjë e kemi jetuar në mënyrë publike që ditën e parë. Kemi dalë në për Tiranë, me miq, me të gjitha. Pastaj ai erdhi për një fundjavë të gjatë, kishim atë periudhën që jetonim në distancë këtë lidhjen, kishim vendosur që s'do rinim asnjëherë më shumë se sa 3 javë pa u takuar, ose vinte ai, ose do shkoja unë.